Pas konstituimit të kuvendit, lideri i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti është mandatuar për kryeministër të Republikës së Kosovës. Nga Vetëvendosja është bërë e ditur se vendi pritet të ketë së shpejti një qeveri të re, e cila do të fokusohet në vazhdimin e reformave të nisura edhe në forcimin e institucioneve shtetërore. Kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në muajin dhjetor, duke sjellë sërish në vëmendje çështjen e stabilitetit politik. Jakupi, deklarata e Haradinajt është një sinjal politik që pasqyron mungesën e stabilitetit institucional dhe gatishmërinë për të shkuar në zgjedhje. Analisti politik Zejnullah Jakupi, në një përgjigje për Bota Sot, ka komentuar deklaratën e kreut të AK-s Ramush Haradinaj për mundësinë e zgjedhjeve parlamentare në muajin dhjetor. Sipas tij, kjo deklaratë vjen në një periudhë pa sigurie politike dhe mund të shihet si një formë presioni ndaj qeverisë Kurti, duke sinjalizuar se opozita është e gatshme për garë elektorale. Jakupi thekson se Haradinaj po pozicionon strategjikisht AK-n për të përfituar nga pakënaqësitë politike dhe publike, dhe se paralajmërimi i tij tregon mungesë konsensusi për ndonjë koalicion të ri ose vazhdim të qeverisjes aktuale. Deklaratat e kryetarit të AK-s Ramush Haradinaj për mundësinë e zgjedhjeve parlamentare në dhjetor vijnë në një kontekst të pasigurt politik në Kosovë, ku ende nuk ka lëvizje konkrete drejt formimit të një qeverie të re apo arritjes së konsensusit ndërmjet partive politike. Kjo deklaratë mund të interpretohet si një mesazh presioni ndaj qeverisë aktuale dhe si një sinjal se opozita është e gatshme të përballet me një garë të re elektorale. Deklaratat e Haradinajt mund të komentohen disa plane. Presion politik. Ajo mund të jetë një mënyrë për të rritur presionin mbi qeverinë Kurti, duke treguar se opozita nuk është pasive dhe është e gatshme për zgjedhje të reja nëse situata bllokohet. Pozicionim strategjik i AK-s. Haradinaj mund të synojë të përfitojë nga ndonjë pakënaqësi publike ndaj qeverisjes aktuale, sidomos në çështjen e dialogut me Serbinë, zhvillimit ekonomik apo marrëdhënieve ndërkombëtare. Treguesi mungesës së konsensusit. Një paralajmërim për zgjedhje në dhjetor tregon gjithashtu se nuk ka një marrëveshje të gjerë për ndonjë koalicion të ri apo për vazhdim të qeverisjes aktuale në këtë formë, thot ai. Ai thotë se zgjedhjet e parakohshme mund të kenë pasoja të dyfishta për Kosovën, nëse sjellin një rezultat të qartë, ato mund të rivendosin stabilitetin politik dhe besimin institucional, por nëse prodhojnë një rezultat të fragmentuar, rrezikohet thellimi i krizës politike dhe vonesa në proceset kyçe si dialogu me Serbinë, integrimi evropian dhe zhvillimi ekonomik. Zgjedhjet e parakohshme mund të kenë pasoja të dyfishta për stabilitetin politik. Pozitivisht, nëse ato sjellin një rezultat të qartë dhe një qeveri më stabile, ato mund të shërbejnë si një rivendosje e besimit institucional dhe politik në vend. Negativisht, nëse rezultati është i fragmentuar dhe asnjë parti nuk arrin shumicën nevojshme, atëherë kriza politike mund të thellohet, duke sjellë pasiguri të mëtejshme dhe vonesa në proceset e rëndësishme si dialogu me Serbinë, integrimi evropian dhe zhvillimi ekonomik, po tenton ai. Në fund, ai thotë se nga zgjedhjet e parakohshme mund të përfitojë AK-ja dhe PDK-ja, të cilat po mobilizojnë elektoratin dhe pozicionohen si alternativa ndaj pushtetit, ndërsa LDK-ja mund të forcohet me qëndrime konstruktive. Kurse sipas tij, në anën tjetër, lëvizja Vetëvendosja mund të përballet me pakënaqësi për qeverisjen, megjithse mbetet forcë e fortë në rritje, partitë e komuniteteve jo shumica rrezikojnë të marginalizohen. Përfitues të mundshëm, AK-ja me një qëndrim më të vendosur dhe pozicionim si alternativë ndaj vetëvendosjes, mund të rrisë mbështetjen sipas dhe sidomos në zona tradicionale të saj. PDK-ja mund të përfitojë nëse arrin të mobilizojë bazën e saj dhe të shfrytëzojë pakënaqësitë ndaj qeverisë aktuale. Tubimi në Prishtinë, më pas në Hagë dhe dje në Tiranë, kundër gjykatës speciale, është duke u shfrytëzuar për gara elektorale dhe e ka mobilizuar votuesin e PDK-s. LDK, nëse vazhdon të ruajë një qëndrim konstruktiv dhe të moderuar, mund të rrisë përkrahjen në mesin e elektoratit të qendrës. Humbus të mundshëm, lëvizja Vetëvendosje si parti në pushtet, ajo mban varë në pakënaqësive qytetarëve ndaj qeverisjes. Nëse perceptimi publik është negativ, mund të humbas një pjesë të mbështetjes që kishte fituar në 2021, por edhe mund të dalë fituese, dhe kjo u pa në zgjedhjet lokale në Mitrovicë dhe qytetet e tjera. Tregon se lëvizja Vetëvendosje po rritet në të gjitha komunat. Partitë e komuniteteve jo shumicë, në një klimë politike të tensionuar, ato mund të gjenden të marginalizuara ose të përdoren si faktor taktik për partitë më të mëdha, çka mund të ndikojë negativisht në përfaqësimin e tyre. Në përfundim, deklaratat e Haradinajt janë një sinjal politik
që pasqyron mungesën e stabilitetit institucional dhe gatishmërinë për të shkuar në zgjedhje. Vendimi për zgjedhje të parakohshme do të ndikonte drejt për drejt në skenën politike dhe do të varet shumë nga dinamika mes partive në javët dhe muajt në vazhdim, përmbylli Zejnullahu. Marraj, partitë politike shqiptare do të duhej të ja mbajnë fillimisht zgjedhjet partjake dhe ato të jenë demokratike, dërsa analisti Milazim Maraj vlerëson se paralajmërimet për zgjedhje parlamentare në dhjetor janë të pabazuara pasi kriza aktuale nuk vjen nga mungesa e zgjedhjeve, por nga mosmarrveshjet mes partive shqiptare dhe mungesa e respektit mes deputetëve. Ai thekson se procesi për formimin e qeverisë është ende në afat dhe vetëm nëse dështohen dhe opozita mund të mendohet për zgjedhje të reja. Sipas Marajt, zgjedhjet nuk varen nga numri i zgjedhjeve, por nga cilësia dhe gatishmëria e deputetëve për bashkëpunim. Paralajmërimi për zgjedhje parlamentare në muaj dhjetor janë jo vetëm të pamenduara, por kërkesa pa bazë dhe e arsyeshme. Mosformimi i qeverisë së Kosovës nga Parlamenti i Kosovës nuk është për mungesë të zgjedhjeve, por për mosmarrveshje të partive politike shqiptare në mesveti, për mungesë të respektit minimal ndaj njëri tjetrit dhe votuesve të vet, për ngarkesën me energji negative të deputetëve dhe pa fare respektin ndaj atyre që u dhanë votan për të ngritur shtetin me standardet perëndimore në nivel evropian. Asnjë parti as AK-ja nuk ka dalë në zgjedhje me zotimin se do të bllokojë formimin e qeverisë së vendit, që ka apo nuk ka shenja për formimin e qeverisë së re nuk është e vërtetë. Presidentja urdhëroi kryetarin e partisë që ka fituar shumicën e votave për formimin e qeverisë. Kjo ka një afat kohor, nëse nuk do të arrijë të formojë kjo qeverinë, do të ofrohet opozitas. Vetëm nëse edhe kjo nuk do të arrijë të formojë qeverinë, atëherë mund të bisedohet për zgjedhje të reja të jashtëzakonshme, nga se të zgjedhurit e tashëm në vend të krijimit të institucioneve të Kosovës krijuan gjendje të jashtëzakonshme apo për ndonjë qeveri të përkohshme teknike, por kjo nuk do të thotë që zgjedhjet garantojnë zgjidhje, nga se kjo nuk varet nga numërimi i zgjedhjeve, por nga cilësia e tyre. Sa ka deputet të gatshëm për tolerancë funksionale të domosdoshme për të lëvizur përpara, shprehet ai. Maraj thekson se edhe nëse pritet në zgjedhje të reja, ato nuk do të sjellin ndryshim, pasi në garja të njëjtit njerëz. Sipas tij, partitë politike shqiptare duhet fillimisht të mbajnë zgjedhje të brendshme demokratike me konkurrencë reale dhe kuadro profesional e patriotik. Ai shton se Kosova ka mjaft ekspert të aftë, por ata përjashtohen nga strukturat partjake për shkak të interesave personale. Çka nëse po presim zgjedhje të reja? Ani pse për në muaj dhjetor nuk bisedohet, janë përsëri të njëjtit njerëz. Partitë politike shqiptare do duhet t'i mbanin fillimisht zgjedhjet partjake dhe ato të janë demokratike, të bëhen me vota të fshehta me një konkurrencë të fortë intelektuale, profesionale të fushave të ndryshme dhe patriotike, të gatshëm të sakrifikojnë nga interesat e ulta personale dhe grupore për interesin e përgjithshëm kombëtar, ka thënë ndër të tjera ai.